Princesha në Ark. Shumë kohë më parë, në mbretërinë e Meralidias, jetonte një princeshë e bukur. Princesh, nuk ishte e nevojshme të mundoheshe. Urdhëro. Me që sot është banketi, mendova se mund të duaj ndihmë. Është kënaqësi e madhe gjithmonë të ta kem këtu. Shiko, po thuaj se po e përfundoj tartën tënde të preferuar me mollë. Ti bën tartën me mollë më të mirë në botë. Sille në dhomën time, të lutem. Dua ta shijojnë edhe miqtë e mi. Dua gjerdanen më të bukur për princeshën time. Si thoni për këtë, madhëri? E gjeta këtë teksa po kthehesha nga Flavia. Mendoj se nuk ka njëri më të përshtatshëm se sa ajo për ta veshur. O, Perëndi, ky është i mrekullueshëm. Eja me mua dhe le të japim vetë asaj. Nuk do të kishim shpresuar për një princeshë më të ëmbël edhe më të mençur. Mezi po pres që ajo të bëhet mbretëresha jon. Për gëzimet e mia, madhëri, princesha jon i ka fituar zemrat e të gjithëve, si brenda pallatit, ashtu edhe jashtë. E gjitha fal punës sate, Raymond. Ke qenë si një baba i mirë për të, dhe djali yt do të jetë për të ashtu siç ke qenë ti për mua. Po ta them me siguri, princesh, princi i Nevadës nuk ka asnjë shans. Jo, unë. Ja dhe tarta juaj me mollë, madhëria juaj. Sa e shishme, faleminderit. Princesh, çfarë? Princesha ra në një alivanosje të thellë, dhe asnjë mjek nuk mundej ta rizgjonte. Ajo dërgjej aty, e zbet, o thuaj se pa jetë, në dhomën e saj, për muaj me radhë. Her pas here, dukej sikur ajo vuante, dhe sikur përpiqej të thoshte diçka. Por ajo nuk i hapte kurrë syt. Një ditë, Ajo po endet mes jetës dhe vdekjes. Vendoseni në një ark me hajmali për të mbrojtur shpirtin e saj. Ndoshta në këtë mënyrë do të kthehet përsëri. Kështu, mbreti dha urdhër të ndërtohej një ark prej argjendit dhe druri për princeshën dhe urdhëroi që një ushtar ta ruante çdo natë. Por Ajo po e nëm pallatin! Ajo po e nëm pallatin! natë pas nate, rojet vinin dhe largoheshin nga ana e princeshës duke bërtitur, derisa një ditë ti do kujdesesh për princeshën sonte? Po atë natë, kur e fansi hyri në dhomat e princeshës për të parë nëse gjithçka rreth saj ishte në rregull, ai e pa. Princesh, madhëria juaj! Ndryshe nga ushtarët e tjerë, e fansi nuk u largua, por qëndroi aty, i tmerruar nga dhimbja që dëgjoi në zërin e princeshës. Çfarë nuk shkon e fans? Pra nuk pas ke dalë duke përtitur nga dhoma e princeshës ti mbrëm? Por si mundet një shpirt kaq i përhumbur të bëj keq, me kaq shumë dhimbje, dhe asnjë lloj ndihme? A nuk ka ndonjë gjë që mund të bëjmë për ta ndihmuar princeshën? Çdo mjek vendas dhe në mbretërit për të e ka provuar. Duhet të ketë diçka. Ajo po përpiqet të na thotë diçka. Sikur ta dinim çfarë. Çfarë nuk do jepja të kisha mundësinë të futesha në mendjen e saj. Të hym në mendjen e saj? Mos fol marrëzira. Gjyshi im dikur më kishte treguar për një magjistar të madh që mund të lexonte mendimet më të fshehta të njerëzve. Po atëherë pse nuk e sjellim këtu? Legjendat thonë se kur ai nisi të lexonte mendjet të gjithë njerëzve, ai pa shumë lakmi, egoizëm dhe errësirë, sa u tërhoq thellë në një pyll dhe hoqi dorë nga të gjitha praktikat e tij mistike. Askush nuk e di se ku ndodhet. Mos ka qenë udhëtar gjyshi yt? Jo. Atëherë ka shumë mundësi që ky magjistar të ketë jetuar pranë mbretërisë sonë, e jo në ndonjë botë të largët.
Vetëm në këtë mënyrë do të kishte mundësi gjyshyi të dëgjonte për të. Unë as nuk e di nëse legjenda është e vërtet, ose se sa e lashtë është. Dhe prandaj ne duhet ta zbulojmë këtë. Unë do të shkoj ta zbuloj. E di çfarë? Unë do të vij me ty. Edhe unë. Pra nga t'ja fillojmë. Ka një pjesë të thellë të pyllit ku me nga sa më kujtohet nuk ka shkelur njeri prej shumë kohësh. Pse? Thonë se ajo pjesë e pyllit është e mbushur me gjarpërinj gjigant, vdekje prurës dhe me insekte vrastare. Atëherë kjo është një gjë e mirë. Unë ditën ngjiten vërtet mirë në përpem. Dhe ne ushtarët mund të veshim parsmore dhe dorezat tona prej hekuri. Të nisemi çuna. Nëse dalim gjallë prej këtej, do të ma kujtosh mirë gjithë jetën që të mos jem më shok kur me ju të dy mirë. Fans, kujdes! Duhet të ngjisim atë kodrën. Nuk ka përse. Gjithçka që mund të na zënë syt këtu është hapësira e pafundë e gjelbër, e dendur dhe shumë e errët. Nuk shon ndonjë magjistar këtu unë. Pra u munduam kot? Prisni. A ndjeni vallë ertymi? Po nga ku vau? Çfarë? Aty poshtë ka një shtëpi? Po si të shkojmë atjene? Jo ne, unë do të shkoj atje. Nuk mund të lëm të shkosh vetëm, do të vdesësh. Jo nëse ju të dy më mbani fort me këtë litar. Unë po shkoj vetëm sepse kjo është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Miru pafshim shok, po të presim këtu ne. Shihemi. Kush je ti? Edhe si erdhe deri këtu? Kam nevojë të ndihmosh princeshën tonë. Nuk kam ndërmend të bëj më magji. Zotëri, por ajo po përjeton shumë dhimbje. Mjaft. Bota juaj është e mbushur plot me mizori dhe me egoizëm. Nuk kam ndërmend të kthehem atje. A nuk është egoiste nga ana jote të mos ndihmosh dikën në nevojë? Si guxon ti? Ti di të lexosh mendjet apo jo? Atëherë shiko në mendjen time dhe shiko nëse mund të gjesh ndonjë egoizëm aty. Të sfidoj. Duhet të them se unë dikur i kam vjedhur biskotën vëllait tim dhe dhe njerë gënjeva se kisha mbaruar detyrën e shtëpisë kur isha 10 vjeç dhe unë dhe A mund të rishi heshtur të lutem? mirë, thjesht ana ime e errët. Pra, çfarë po sheh? Unë shoh altruizëm. Ti more biskotën vëllait tënd për t'i dhënë ushqim një qeni të uritur dhe nuk e mbarove dot detyrën e shtëpisë sepse u kujdese gjithë natën për një kal të sëmur. Pra ti mund të lexosh mendjet. Do të thuash që erdhe deri këtu, luftove me gjarpërinj dhe insekte vrastare dhe prap nuk ishe i sigurt nëse unë isha njeriu i dur? Ndonjëherë duhet të provosh që të jesh i sigurt. Atëherë, a do të vish? Po, do të vi. Do t'u kërkoj miqve të mi të në të rejshin lart. Nuk kanë pse. Pra ti ke një ashensor, i bën vizitorët të sfidojnë vdekjen duke zbritur me litar në këtë lugin të rrezikshme, dhe ti na pas ke fytyrën t'i quash të tjerët egoist dhe mizor. Askush nuk ka ardhur këtu. Kjo ishte ideja. Tani, eja! Aha, ti po që nge ushtar trim. Pra ti ke fuqimi të gjithë gjarpërind këtu? Ashensor, tunel sekret, çfarë do të nxjerrësh tjetër tani, ndonjë anije kozmike? Flet shumë ti e di. Çfarë tha ajo?
Princesha është e magjepsur. Ajo endet mes jetës dhe vdekjes. Shpirti i saj është i përgosur në një sferë të zezë kristali. Kush ja bëri këtë vajzë sime? Cila është kura? Kura është thyerja e kristalit të zi që e mban atë të përgosur. Si? Ku ndodhet ky kristal? Ajo nuk e di. Nuk mund t'ju them atë që ajo nuk e di. Madhëria juaj, a mund të flas me ju privatisht? Madhëri, ai që ka pasur mundësi të shkojë te princesha, duhet të jetë një person brenda pallatit. Dhe ti mendon se nuk kemi hetuar mjaft? Madhëria juaj, lëreni të hyjë në mendje të gjithë secilit këtu. Me gjithë këta njerëz në pallat, kjo gjë mund të zgjas me ditë të tëra. Un kam një ide. Evans? Po më thuaj se ke zënë kriminalin që ja bëri këtë vajzës sime? Po, madhëria juaj, dhe kam prova. Ja ku është. Po si guxoni ju? Madhëria juaj? Si mundet të më bëje këtë mua? Ti e doja atë si vajzën tënde? Si mund të besoni një ushtar të rëndomt? Ndoshta kjo do të të bëjë ta mbyllësh këtë dram. Po pse? Pra ju prisni që unë tatua atë si vajzën time, por a e deshën ndonjëherë ti djalin tim si tëndin? Edhe pse ai ka studiuar dhe është stërvitur me të, madje edhe e ka tejkaluar kaq shumë herë? Ja pse e vendosa që ta heq qafe atë. Ja izolova shpirtin me anë të varsës të kristalet që i dhurova asaj, dhe e burgosa në këtë top kristali. Unë të kam besuar ty. Kjo nuk është e vërtet. Asnjëherë nuk më ke lënë të bëhem pjesë ndonjë diskutimi sekret. Jo sepse nuk të besoj aty, por sepse si mbret, është detyra ime që të respektoj dëshirën e një nënshtetasi që kërkon të flas me mua vetëm për vetëm. Raymond, mendoja se ti do ta kuptoje këtë. Evans, thyje kristalin. Jo! 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 Baba! E dashura ime. Oh, e dashura ime. Baba! Si e zbulove që ishte Raymond? Un kam një ide. Po çfarë ndodhi? Magjistari sikur do lexonte mendjet e të gjithëve. Ai po punon në një eksperiment për të ndjekur shpirtin e princeshës. Ai e ka mundësinë për të lidhur me kristalin e zi për sa kohë që ai ndodhet brenda kufive të kësaj mbretërie dhe pyjeve të saj. I kisha shokët e mi në të gjithë kufit që vëzhgonin fshehura zi për çdo lëvizje të dyshim. Më pas, i hetonin fshehura zi ato, dhe në këtë mënyrë e zbuluam këshilltarin e madhërisë së tij. Ti më shpëtove jetën. Dhe në një farë mënyrë edhe timen. Faleminderit. Për sa kohë më lejon të përdor tunelin dhe ashensorin tënd sekret, do ta konsideroj detyrimin tënd të shkryerë.